Na i bleshmi ndërtesat, i rindërtojshmi, i rriqmi qeran, automatikisht i dërgojshmi dokumentat në bank dhe ju tregojshmi si tash i kemi investu, po thuje, në kohë si kemi bli një objekt, po thuje, 1 milion franga, kemi fut ndoshta 200.000 franga investimin tanë, dhe i kemi rrit standardin e atij ndërtesës, atij blogit. I kemi dërgu dokumentat në bank, i kemi thonë tash kam shef me ju tërgu se sa kena investu këtu. Banka ka vlerësu për 1.800.000 për një heri. 800.000 franga na kishmi drejt me marr hipotek, na vlerësh mi marr 800.000 franga plus me ble ndërtesën tjetër. Domethënë, po thuaj aty se na me parat tona si i fitoj, i rindërtojmë. I rinovoni. I mirëmbajmë. I rinovoni dhe i nxjerrni përsëri në treg te banka. Kurse blerjen e bëjmë krejt me një sistem tjetër. Bravo. Këtu i thojnë Schuldbrief. Schuldbrief është i ngrisim Schuldbrief. Letër me vlerë. Schuldbrief i thojnë letër me vlerë. Banka e sheh kapacitetin tonë edhe na përkrah. Okej. Bravo. Shumë respekt. Shumë respekt. S'po të nguci më tepër tek pjesa, nëse ti se shoh. Jo, është në rregull. Te pjesa e patundshmërisë së gjërave sepse është në rregull. Janë personale dhe pas kam mësuar mira zvicerani që mos e kam bledha, se kam ble lirë. Se kam ble lirë. Çfarë të bën të lumtur Anton Nikolla sot? Me qenë se sot pas ke gjithçka. Familja. Altin familja është pothuajse ti si themeli kryesor i jetës. Edhe po, kam dëshirë, mi thonë çdo shqiptar, nëse se ka vendosur ai shqiptar, që të martohet, ta respekton gjeninë femërore si mamën e vet. Bashkëshortën ta respekton, jo vetëm ta ketë si bashkëshorte, po të ketë bashkëshorte shumë respekt se ti po krijon një temel, ti fillove temelin e ri, edhe nëse ki temelin e fortë mund të ndërtu sa dush për jetë. Ama temelin, fundamentin e prishim ka herë na vetë. Dishka është e vërtet. Nëse se do të me pas një familje të shënosh, edhe një biznes të shënosh, dy sene funksionojnë. Familja dhe biznesi funksionojnë shumë mirë bashkë. A nëse e lejon më fut dikush në mjet këtë një dy familjes e biznesit, po? Familje e biznesit, dështon. Dështon, a? Po, dështon për një herë. Okej. Kam dëgjuar që ju merreni edhe me humanizëm, pra jeni një familje humane, sa e përket... Po, këto kam dëshirë ju tregu pak, jo vetëm me gojë, po edhe me fakte. Nëse më lejohet, mos e si tash jeni këtu, kam dëshirë me shpalos, megjithëse se kur na si kemi shpalos. Kemi pas ekstrem, po thujet se si për gjitha televizoret shqiptare kanë tentuar me ardhë, me bërë intervistë ose diçka tjetër, kur se kam leju. Ti ma bënë një befasi të shkëlqyeshme sot, faleminderit. Me kënaqësinë më të Po madhe. shkoj po bi diçka. Okej. Nëse më Po, lejohet. patjetër që po. Gjigant dhe gjiganda dhe kudo që jeni, jam në ambientet e vilës Anton Nikolla, këtu në Bazel, një shqiptar i suksesshëm nga Gjakova, prej fshatit Dël, prej shumë viteve në Zvicër, realisht shumë interesant dhe shumë sukses pas ka kjo familje dhe gjithmonë inshallah kështu ecin shqiptarët, sikur kjo familje më mirë gjithmonë. Prandaj unë jam shumë i lumtur që shqiptarët në gjithë Zvicrën, në gjithë Evropën, në diasporën janë suksesshëm dhe kam dëshirë me i prezantuar te miliona shqiptarë në Folk Ship Show.